Kjo është një situatë e skenuar aksidenti ku jepet ndihma e parë nga urgjenca e Spitalit Amerikan. Në një ngjarje të tillë, ndihma e parë për të shpëtuar jetën e njerëzve të aksidentuar duhet të jetë tejet e specializuar. Në raste të tilla aksidenti, ndihma e dhënë është shumë e rëndësishme për personat e mbijetuar, ndaj dhe mjekët duhet të jenë sa më profesionistë. E gjitha kjo ishte faza praktike e një trajnimi 4 ditor bërë nga specialist gjerman në Spitalin Amerikan për t'i dhënë më shumë rëndësi temës së ndihmës së parë, e cila shpëton jetë. Qëllimi i këtij trajnimi është të aftësojmë dhe përgatisim mjekët e urgjencës dhe infermierët për përballjen e parë me pacientin në urgjencat mjekësore për të dhënë një trajtim sa më të mirë. Trajtimi në minutat e para është thelbësor, sepse në Gjermani kemi një shprehje: ajo çka ju shpëton minutën e parë nuk mund të kompensoni në orët në vazhdim, pasi trajtimi i fillestar është më i rëndësishëm dhe ne këtu jemi fokusuar. Spitali Amerikan kryen her pas here trajnime të tilla për të rritur më tej profesionalizmin e mjekëve dhe për të sensibilizuar njerëzit për rëndësinë e ndihmës së parë.